Alban? 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 A nuk jetu më një që sajmë të tira? A e shurdua qka? Më falë zemër, nuk ndiva. Hajde. Liva po, qka i të botën konë me që telefon s'po të kuptaj? Po, më be zemër. Veç po, as gjë tjetër. Ti e din se sa shumë punoj. Mos për kësi piti. Te sa më rëmë di që punë, po kohës fundit pak ma shumë jetën e. Po, a do me bo familjet madhe, ha? Pra do të me punu edhe më shumë, edhe me përfitu më shumë. Po shpresoj që kësa heri kemi me pas sukses. Edhe di që Zoti ka fëmijë edhe për neve. Veç mos u streso. Gjithë shka ka me shku mirë. Beso. Okej? Hajde tash se do të me shku. Unë po të prezent kërë. Okej? Okej. Qërë që aty ndolla palomat me jetë. Saran, palomat zemër. Saran, palomat me jetë. Pa e mirë. Po, mirë jam. Mos e jep stres vetit. Gjithçka ka me shku si duhet. Tash e shef, kena me shku të mjeku, ka me thënë që kësa herë kena me shtaca. Okej? Po.
Po, Zemër? Jam pak zë. Po. Nuk besoj që vënona shumë, ja. Po, është mrenda në spital për në kontrol. Këtu në kafe, afër spitalit, po. Zemër, ka me ta blej në momentin e parë që takohena ka me ta blej. Ti e di se për ty për gjithë shka. Po, zemra jam. Jo, për bes. Po, takohena, po. Po, e di, po qashtu e kam pas punën sot. Duheshte online, po. Okej, tung. A Zemër? Çka tha mjeku? Se se erdhe me ngu? Zemër, ti e di se te kam marrë online, dhe kam pas 100 punë. Më thonë tash kështu pa lidhje. Su mërzit, lutem. Dërgom çka tha mjeku. Shpesht. Son si gjithë shka kam shku. Ti vetëm meri ato barna për kohë, që ka shku meku edhe besoj që Zoti ka me të su. Të dyve neve, të kjem së atë. Unë besoj fuqishëm që nuk ka me në lanë pa fëmi. Aqë sa lutë është ti, Zoti ka me në ndëgju. Edhe ka me në aksonë. Më su mërzit. Se di. A shkojna në shpesa dhe jo më lodhë. Po, që ty unë duhet me u këthy, se kam të punë smundet me bazë gjopa më. Po të ja the që sot je online. Sot dush me najtë shpe me mu, kam nevoj për ty. Po dhe zemër, po, ata janë të më pritë atë. Pas ka diçka ma të rëndësishme se une që vetë sa dola prej spitalit. Tabaret.
Qa bënë zëmë? Që kur gjo shpirt, u marrë do tesha, pilaj. Mirë. Unë përshkoj me pi pak ujë. Që jem të bu, më kështu a mu lutë me bu fëmu. A mu lutë për prasia, që me bu. Apo të takim sot me dikon që do ishe me dola? Për punë, po. E telefonit, pse a ke ndru kodin? Jo, për nesen, a tu desh diçka? Jo, veç e pash që s'është i njëjti mo. Po do të me mështi në dorë, a? Mo ti si janë ku... Zemër. Mësë shqetësor për si gjanash. Kemi gjëra më të rëndësishme. Për të mendu edhe për të shqetësor. Kur the se ke kontrolën nga ardhshëm? Javën tjetër, pse? Shkak të orarit. Ta di si jam me obligime. Nesër që shiki planet? Po, si çdo ditë. Pse a mos po planifikon me dalë me mua? Mos e teprotash. Jo, s'pe të proj. Po priton me dalë, nuk dalim. Sarant, kam shumë punë, jam shumë i angazhuar. Mos më bën presion, të lutem. A nuk bëj pjesën e në angazhimet e tua? Dëgjoj. Tregon kur e ke kontrolin e ardhshëm. Kaq.
Ajo kontrat ka më në shkru si loq. Gjithë qysh. Kur të panë ty, qëfar femre? Kja shkeftyra, o zoti ma. Qëfar bala, që? Veç se kam parë, të zeqëm. Shumë. Alban? Sarand? Shpjet? Nuk të rekove se vjen, nuk të prita. Tha shpina kafe bashk. Bashkëshortja, po? Po, t'ju njoftoj, kjo është bashkëshortja ime, Saranda, kjo është kolega ime e re e punës, Aurora, ka një 3 muaj. 3 muaj që punoj, po më vjen mirë, Sarand. A ishi të shku dikona? Jo, fakt, po. Po, Keri, Po. i është prishe, thash... Më ndërgu deri në shpe, po s'ka problem, ta mam puna, ju veç kaloni mirë, unë marrë taksi. Shihemi, Alban, kalofsh mirë. Shifemi, miru pafshë. Shpër. Ka që ta ofër të bune atë qikën për 3 muja? Punojmë njëtën kompani. Është e rëndësishme me qenë bashk, me punu bashk, me qupë kompani për para. Nuk ma ke përmen në i herë? Tuk është dhe njëri i rëndësishme për me. Kështu del një shpesh më shetit, ha? Kërkoj me qu deri shpi se kishte kerën e prisht të mjeshtri, thamë nëse ke mundësi me ndërlu shpi. Kaq. Sigur të është era e para? Që kanë të pyetje pa lidhje? Normal që është era e parë. Çfarë janë këto paranoja? Të më gjush kështu? Kallëzëm ti, Alban. Ti kallëzëm arsyen. Unë nuk kam nevojë me u marrë me teket e tua, Sarand. Që ki probleme hormonale për shkak të ilaçeve, okej. Po këtë paranoj s'mund ta duroj. E kuptove, mos më ngarko më tepër se sa që jam i ngarko. A është teke për ty kjo? Çfarë është kjo? Se kuptoj. Çfarë është? Buskuq. Në pëshen? Po. Këto e kom gjetë dje në kerë. Tu shku në spital. Kara aty që aty, kara joti është. A je bre normal? Po të thome kom gjetë, nuk të thashëm kara. Edhe çuditërisht, të njëjtën ngjyrë të buskuqit e pat kolegja jote. A jebe normal ti? Seriozisht? A je të di se shka je të thonë? Këtë dreq buskuqi e kom gjetë në karrik tem. Në karrik ku ulla une. Kush tjetër është të hypë në kerë? Me ka një të shku? Nalo ma. Nuk e di qyshe ke gjetë atë mut. Mos im paranojave. Mos fol pa lidhje. Paranoj. Po të tëmë që e kom gjetë hiq ma largë se dje. E te jetu më tratu me një femën të përdalt që e ke njohët vetë që 3 muj. Është vetëm një kolege e jemja. Nuk e di ku e ke gjetë atë mut edhe nuk më intereson ku e ke gjetë. Kuptove? Po të pengon që po të thome përdalt. Qka po të shtynë ty më tratu mu? Qka nuk po të plotësojën e ty? Unë jom të luftu me jetë tem për me mri me qitë në dritë një fmi, me kompletu familjen e ti qoshëm të ratën mu me femra që i ke njohë ka 3 muja. Edhe prap ki ftyrë më mnejtë për para, të e ditë në qëfar kohët vështirë jom të kaluane. Që ka shumë të komërzita. Anashta edhe nuk po munësh me pranu faktin që une nuk po mri më të bo bab ty. Ti e femra e vetë me që unë e tu. E unë me ty jam martu. Ty të kam ngru. Ajo është vetë një kolege që më kërkoj një ndihmë me programin me amësu, ma qiti një drejk për shkak kësaj edhe kaq. A the ma herë që veç një herë ke dalë me to?
Ta thash se ti kështu për herë po bën skena. Kështu me ndonë mrapsht. Nuk jam të besu, Alban. Nuk jam të besu asë një pikë. Edhe lidhja jote me atë qik nuk është veç sa e të thonte. Edhe kodin e telefonit e këndru. One kam ndjenja shumë të këqia rrëth kësaj pune. E këto ndjenja jetu mi shkaktu ti. Mere telefonin. Mere edhe laptopin. Puno ti. Bohu bur i shtëpis ti. Fito ti. A deshe familjet madhe, ha? A deshe fmi. Mirëmbrëma miq të televizionit DTV Media. Sa po e pam serialin ku tema sonte ishte tradhtia. Shpresoj që secili nëpër shtëpitë juaja nuk e keni ndaj farë kësaj lloj probleme, se besoj që tash debati ka vazhduar në shtëpitë juaja. E për debat në studio, unë sonte kam ftuar mysafir që të parin e prezentoj Albanin, personazhi që besoj sonte ka menu përgjigj në shumë pyetje. Zonja Adelina Hoxha, avokate, profesor dhe psikiatër Agim Selimi dhe regjisor Kastriot Saqipi. Kisha nis me Kastriotin me pyet pse e prune atë Buskoq me bo gjithë këtë sherrë me një familje. Albani nuk dihet sakse se ku e ka marrë Buskoqin. Edhe gati se mboni me besu dhe jom ka besoj se Albani e ka pas këtë Buskoq rastisht i ka ra punëtorës, që të nësë sa po ka pranu, edhe prej ngarkesës grujës Albanit, e cila është aty prej ngarkesës që ka probleme që s'linë fëmija, po ku di qka, veç se i shtohen probleme dhe me të vërtetë kalon ajo në paranoja. Alban? S'kam shka të shtoj. Interrumbi regjizor e tha atë që është të vërtetë. Do më thonë, realisht nuk kam pas asnjë njohuri për atë Buskoq. Unë komunikoj gjatë gjithë ditës me shumë njerëz. Jam një funksionar i lartë i një kompanie, ku në veturën time hynë edhe gra edhe bura, dhe mund të ndodhë ndonjëherë prej bashkëpunëtorëve të mia, mysafirëve që na vinë prej vendeve tjera me të cilën bashkëpunojmë, është një kompani e fuqishme, ti ndodh që ti bjerë ai Buskoq dhe të ndodh ajo pastaj çfarë e pa publiku. Ma mirë që kam asi është funksionar i lartë i një kompanijës me pas, po thëmë, një vetur tjetër të punës, nështë nuk... Po, vetura e punës kjo që ishe duke vozitune, ishte një vetur për qarkullim të afërt aty. Normalisht firma ka disa vetura, pronari normalisht e ka veturën më të mirë. Adelin, që shepati këtë ngjarje apo i beson Albanit, a prej ftyrës, nuk po mdokër që për i beson. Që as pak tema shumë e rëndë. Një, tradhtia, dy, përpjekja për me kriju familje, shtatzania është temë super e rëndë. Ka mjaftu vish njëna, dhe më mi pas dy atë si barë një gru. Buskoqi nuk i bjen as një gruje pa e nxerë me përdor. Vështirë është me i ra pa e nxerë prej necesirit, që e kam renda qantës. Me pas qatë luksin edhe qatë lirin me përdor në kërë derisa ti aty duhet ketë një afërsi pak ma shumë se kolegjale. E treta, nuk e di që sa vite e ne martu jo? është aty të 7 vite, Matjes kemi, 7 vite. Oke, dhe me gjase ke dasht, grona, po? Po, pa tjetër.
Edhe du. Në një kohë, në një kohë. Me gjasë se ke dasht në një kohë. Jo, ende e du. Nuk kam... Ke dasht, i thash, se thash e do, e ke dasht. Nuk është në kohën e kaluar, unë ende e du gruan time. Profesor, a është viti 7 viti më i vështirë për një qift? Martuar? 7, 10? Natyrisht do me thonë Albani, po mundohet me dali pastër, po është shumë problem me dali në bazë gjitha aty në rëthonave, buskuqi, mos neglizhenca, mos kujdesi për shtatzanin e gruas. Pastaj kodi, nëzinet, do me thonë në telefon, kodi, nëzinet që i shkruan për takim, gjitha ato janë elementet cilat të bojnë me, nuk qojnë tjetër konë veç të tratija, mirë po sa e vrejta une dhe sidomos për mu ishte shumë e rëndë, ndoshta momenti kur hyn ajo në kontroll, edhe ky është neglizhent, edhe ky merret me shqetësimin tjetër që e ka dashnoren. Po. Kështu që dasht e pa dasht, këtu Albani mundohet më mbrojt, po faktikisht është fajtori kryesor pse ajo familje nuk funksionon. Profesor, a është viti 7 i martesës ma i rrezikshme për një qift? 7 vjet? Mund t'jetë, mirë po krejt kjo po flet në favor do me thonë të Sarandës. Saranda në fakt është e tratuar. Ne nuk kemi fakte binse, mirë po faktet kryesore ekzistojnë. Kështu që fakti ma i rëndë mu që më duk, është neglizhenca e Albanit, që të regon sidomos në vizit, edhe një mënyrë trashëgimin e përdorë si mjetë mbrojtje, po jo si qëllim vetë. Në bazë krejt asaj që ka shifet, do me thonë, kë vetëm mbrohet në emën të caj, mbrohet, edhe kur thotë, unë kam punë, unë do të asgjeroj familjen, a do të bëhem familje madhe, gjitha këto janë në favor të dashnores ti edhe jo të Sarandës. Në fakt, edhe Albani po duket shumë i qetë, po Saranda nuk pranoj me ardhë. Ishe edhe keq emocionalisht edhe që i ka ato problemet shëndetësore, po më duket që Ala nuk e kanë zgjidhë. Nuk, në telefon sa shkrunaj nuk i thot që është dashnore. E thirë për një trek pune është. Son të thot, nuk përmendet aty që i ka dashnore në tekstin që në shkrujti në telefon. Mas pari, mos me pas ashtu, a e kish bo haptas ata. Nuk e kishë më shqip. Në fakt, kë haptas shkrujke, po ajo nuk dyshojke. Shkrujke mirë, po gjithmonë kesh frigë që i pi kontrollohet telefoni. E mandej aty zemër që i thëjke në telefon? Duke mos dash ndërhy dhe mos të ngjajmë atyre debateve politike, prandaj edhe prita profesorin... Jo ti bash dush me ndërhy? E prita profesorin të krye, unë nuk pajtohem të neglizhenca, unë besoj që ata që i kanë pa personazhin tim, e shet që unë vazhdimisht e mbështes gruan time në tentimin për qenë shtatzane, mundohem të qetësoj në atë sa jo ne bashkarisht dështojmë që t'jemi shtatzan. Momentalisht kontrolet e para të shtatzanis është duke i bërë ajo, nëse konstatohet që ajo është e shëndetshme, do duhet të bëj edhe unë pastaj kontrolet e mia. Unë e mbështes në gjithë shka që bën ajo për ta zgjeru në familjen, dhe nuk e di ku u vret neglizhenca. Ajo që Buskuqi ka ndodh aty, unë tregova që kam shumë takime, shumë njerëz qarkullojnë nëpër veturën time. Normalisht ata mbas një dreke, gratë kanë nevojë për të vendosur përsëri Buskuqa, kanë pi diçka, kanë ëgër diçka, unë nuk merrem ato punë, as që i shikoj se çfarë bëjnë ato në veturën time, e kam obligim t'i çoj deri në destinacion, t'i bëjmë bizneset që i kemi për t'i bërë,
dhe kompania tjetë e sukseshme. Adelina jo tha që është edhe një ngjyre e buskuqit me... Jo vetëm ajo, po qysh kaq të rëndësishme për ty janë darkat, se nuk është drejk punë, drejka e punës është gjatë orarit punës, realisht i ke pas një dark pune, që ato darka nuk ish dasht me qenë të shpeshta sa gruja me një neglizhencën tëne. A ku e pa t'ju së është dark? Po në fakt nuk... Ti s'ke gjatë punës, gjatë orarit punës. Në telefon thuhet sonte. Sonte, që i bie mbrani. Nuk ishte bëje me grune, jo. Do dalim sonte ishte me shokët, shikojmë futbol, kishte një ndeshje futbolli. Ti pak më herët, realisht në atjen serialisht e drek pune, ti u arsyetove si dark pune, si dark pune, u arsyetove atje si dark pune, ti këtu mund është me vazhdu mu arsyetu sa të dush, po derisa prej këtë këtyre darkave e drekave, e mëngjeseve, ti nuk i ko me pas grun tane me qitë jash dikon, me jadhon një mëngjes, një drek ose një dark, ty nuk t'justifikon. Prioriteti i familjes tane është fillimisht ajo. E dyta ajo nuk ka të bëj këtu vish me tradhtin. Edhe nuk po më intereson motivi jëtë për tradhti. Po ti jetu e bo një krem, se jetu e shtin terapi një gru, një terapi që mundet me deviju deri me shku deri në vetë vrasje terapia hormonale, për çka për me të botë ty babë. A jeti qaj që vërtet e meriton? A mendon që nështë edhe fëmijët e këshin ndru raportin mes shifë? Nuk është justifikim. Nëse nuk e respekton sot, s'ka me respektu kor. Kor. Fakti që veç e manti, veç nuk e ki gudzimin me ndërprej ato, ose jetu siguru me pas një lidhje tjetër pak ma të sigurt, edhe me lonë momentin ma të keq. Për 7 vite ti je njoftu për terapit hormonale që ka janë. Për 7 vite s'ke gjithë, po supozoj 7, po për kohë periudën e fundit, sa ke qenë lidhje me tjetër konti me grutane si e dalë, heq? Hiq, është paragjykim. Je dalë me pika. Që një periud kohore, ku unë kam qenë shumë i zënë me punët e mija. Ato 3 muj, kur je lidhë me ta, fix. Me cëllën. Fix, me kolegën tonë. Jo, unë ata kam vetëm kolegën, nuk kam lidhje me ta, po kam fjallën që unë është e vërtet që një periud kohore kam qenë shumë i zënë. Kemi bën një kontratë shumë të rëndësishme me një kompani të huaj, dhe unë është dash kem një orar edhe për kundër kësaj, ju e shifni që unë rinë shpi, dhe më thonë nuk dalë, rallë do njëherë dalë. Edhe atë mesajin që i kam shkrujt, ato dalim sonte, ishtë për një relaksim prej shqecimi që i kam edhe për gruën time, se unë e di qëfar janë, do më thënë këto, se kur kemi fillu shtatzanin, normalisht jemi konsultu edhe me mjek të cilët kanë të bëjnë me, edhe ne i kanë sqaru se cilët janë ndikimet e medikamenteve të cilët kanë nevoj hormonale, dhe prandaj unë vazhdimisht i them mos u shqetëso, gjithë shka do të bëhet mirë, pikrish për këtë gjë që ajo mos shqetësohet për atë se ne mund momentalisht kemi... A je martu me dashni, Alban? Po, me shumë dashni. Në më thonë keni kalu një ku, më ndë? Pse ndrove kodin, masi gjatë 7 vjetëve je paskit pas të afer telefonat i paskit shkëmby një farforme, pse ndrove kodin? Kam pas tentim për vjedhje. Se si a dhe kodin kur e dorzove telefonin? Ishte momenti aty që ajo më tha kodin e këndru edhe nuk ishte problem ajo. Po pse nuk e mendon që ka pas tentim për vjedhje telefonit? E kishtë dalë, nuk ishte një problem. Shpifje që pi bon Albani. Nuk jo në dhe shpifje. A i grujës veç a jep telefonin. Po kodin nuk ja jep, ja len telefonin të avolinë dhe kodin nuk ja jep. Për çka, ajo IT është gruja me profesiona? Kodin, nuk e di pse duhet kodin. Pse ja dhe pra telefonin? Veç me ta pa qëfar e kia? Në fund, kur përfundon pjesa. Shif, kjo faktikisht... Pastaj kodin ja kam dhënë, për fat keq aty përfundon pjesa, se kodin ja kam dhënë, unë edhe është... Faktikisht edhe e dashura me cilën punonte aty, edhe ajo është një element që ajo e krijon një rend për me nxirr këta prej situate. Për cilën e ki fjallën e dashur? Aurora që i thot... Aurora, po, që mu ka prishkeri njerë, thot, ka me që deri një vend, po tani ka me të kjerë në shpi, edhe ajo shiet që është rrën e qartë. Po, në më thonë ajo ke, popli thot, uzu me pel për dore. Profesor, më falë se Aurorën e kemi këto. A menon ka që është bashkë unëzu me pel për dorën, 100%? Jo, po, kemi Aurorën këto, a në tregon, a ki lidhje me Albanin?
Jo, unë s'kam lidhje me Albanin. Unë e kam veç kolegë punës. Kolegë punës. Edhe me mujtë sa ma shumë kontrata me dalën prej kompanije, Pas një ambient shumë të shëndet, shumë të shëndet. sa ma shumë kontrata në Dhe zemër se përta marin ati edhe që Ajo që the ti është kap me pel për dore nuk mba, për shkak se ne dalim prej kompanije, prej vendit ku punojmë. Edhe dalim tipin vetur për... Edhe ja qëtë dorën. Ja që s'dolem për t'ja ullzu për të veturën. Ja hap derën. Ja hap derën, normal, unë jam gentleman, unë jam... Nuk jam i sheku kristenja, jam me tjetër edukat. Sikur të kishen një skenë, ku ti kur të shkesh në punë, për qafoni, ajo edhe mund të shkoj. Mirë, Ajo do me thonë, po na... mirë, po kja ishtë që, hajde urna, Ironia ma e madhe, ja hap derën shumë fund të orarit që je shumë i lodhon, e kur përshkon të gruja s'po mund është as me fol, vish në telefon për ren, a nuk po je i lodhon mos t'jel rreth kerit mja hap derën kësaj zojës, për me hinker. Po kontratat, ja kom në shkru... Jo, po, do me thonë, ma e rëndësishme parja se fëmia që... Parja kjo e cek edhe më herët. E cek cila është ma e rëndësishme. Bab, gjithmonë është më e rëndësishme familja, është normale. Megjithatë ka periudha kohore kur një është mos dukem seksist se nuk është mirë, kur një buri shpis, i cili është i vetmi, i cili e mirëba shtëpin, ka periudha kohore ku duhet të fokusohet të puna për me kriju një të mirë materiale më të madhe për familjen e vetë, dhe në këto periudha kohore, unë nuk them që është arsyeshme e lënë nga anësh e familjes, në këtë rast gruas time. Megjithatë, ndonjëherë ajo ndodh pavullnetshme dhe pavetdijshme të merr vrulli i punës, të marrin angazhimet edhe fillon mos mendosh edhe aq. Megjithatë, ju e shihni që unë e kam dërguar deri te spitali, e kam prit të sjell rezultatet, jam mundu ta ngushëlloj për rezultatet se do bëhet më mirë dhe s'di çka të bëjnë më shumë për familjen time edhe për gruan time. Ajo çka ndodhi, gjithë ato ishin një formalitet. Gjithë ato ishin një formalitet. Dhe unë e kuptoj, do me thonë, s'ka dashurit përhershme, kuptoj që mundesh mu dashuru në moment. Mirë, po kjo duke si e planifikume. Jo që është formalitet, po është edhe nënçmim për grunë. Jo, nënçmim ajo. Jo, e që kë... Adelina, duhet mu përmen për shambut qëto e kom dërgu dhere... E që kjo kështu thotë. Ja kom bu analizë. Jo, kë, me kretë qëto veprime periferike e tregon gjelozin ndaj grus. Masi ti si e në gjendje, mu ballafaqu me përgjegjen e mjekut, me konsultimet profesionalit mjekut, pse ti e lunë rolin e rojës edhe e qetë grunë kërë edhe e qëndej atje? Ti një farë gjelozi, ti nuk ka respekt ajo është gjelozi. Ajo ma let i shkumës me pas presionin tonë që jeti aty të prit, mas i veç nuk po e mbështet, i shku me dikon tjetër ose vetë se me ty. Ka është se nuk e mbështes. Nuk e mbështetja e me prit përgjegjen e saj. A sa vështirë është me thonë ajo rezultati është kë. Edhe për mu ishte vështirë, ju e pa reagimin tim kur e pas rezultati. Është behi me marë për tjetër kujna përgjegjen, jo me qitë këto në dy fesh në dhimbje. Kjo njerë e morë prej mjekut edhe njerë me ta interpretu ty. A punon Saranda? Jo. Ajo... Se s'punon? Saranda s'punon për shkak se profesioni i saj normalisht për tani nuk është në treg dhe kemi pas shumë vështirë të gjejmë punë, që e dini këtu në Kosovë se cila është stadi i papunësisë. Për fatë keq. Me punon pa tjetër, përveç... Jo, po ti gjithë alamet firmë, ti thek e ki pozit shumë të mirë me një kompani që po të respektoj kanë të tonë, kontratën e majme e paske në shkru, ku bet gruja jote, as pas ka ven aty për grunë tonë? Po nuk është e profesionit të cilët e ka mune kompani, ka profesion krejt tjetër. Ka bot mira, po ka punësu femna tjera aty. Nuk e kam punësu, unë e kam punësu shefi, unë e vetëm e kam bashkëpunëtore, s'kam të bëj me punësimet e kolegëve të mija. Profesioni të cilën e ka gruaja ime nuk ka të bëj me profesioni të cilën e ushtroj unë, edhe nuk mund në firmën tonë, unë të ndikoj të shefi im të sjell një njeri jo kompetent
për punët të cilët i bëjmë ne. Ja nuk thamë për profesionale, për një recepcioniste, për një asistente teknike. Nuk është e niveli recepcioniste. Nuk ka dosh fakultet, nuk ka dosh me në nëshmuë. Normalisht është unë... Donë me po që është ka bon. Po busqesh vazhdimisht. A menon që kjo ka qenë momenti i dur këta me menu për fëmijën, kur i kanë që për me kriju familje, pas e kanë qëtë raport. Këtë shumë vonë kanë mendua për fëmijë dhe mënyra si u sol kë në spital, është sikur mi ndihmu një dikan me taku dhe hajtë peqej derite po, sepse nuk ishtë i involvuam emocionalisht fare në problematiken ose në problemin, në dramen që përjetoj keja. Edhe derisa u shike që ajo ka një dramë shumë atë madhe pëse s'ka fëmijë, nuk e kishë shumë problemat punë. Profesor, inderum psikolog, më falni pak. Kjo, do më thonë, kjo nuk është viti parë që ne tentojmë kemi fëmijë. Dhe dështimet janë të vazhdueshme dhe në një periudhë kohore njeriu fillon të pajtohet dhe bëhet, themi, imun ndaj edhe rezultateve që i sjellin. Nuk është ere e parë që rezultatet nuk janë të mira, a kupton? Unë vetëm e imja ishte që ta mbështes, t'i them që okej, do rregullohet, ato lutjet tuaja që i bën një ditë Zoti do na sjell fëmijë, për shkak se po edhe nëse nuk na sjell fëmijë, ne kemi dashurinë mes veti dhe mund të adaptojmë edhe ka edhe mënyra tjera për të familje. E ka pas mend një thonë që na e kemi dashurinë, po, ka pas mend. Për mu dhe avokate, për mu për mduket shumë i besueshëm Albana. Absolut, heq. Për mu. Edhe për më vërtetu, keni edhe Aurorën për balë, pëse s'po e pitnë e ato, a ka pas lidhja. Fundja fundit, për mu, në një lidhje, në një shkatrim të familjes, kjo për 3 muaj ditë heq absolut asni, jo asni përgjërsi, po s'kam punë me ta. Nuk kam punë me ta. Nëse kjo është ai që do me majtë familjen, le të vinë edhe 70 Aurora tjera, le të vinë nshkrujnë edhe 10 kontrata tjera, nuk mujnë me luhat këta prej majtjes familjes. Po akuzoni, Aurorën po akuzoni, e ka lidhje me ketë. Aurorën e keni përbalë. Në tash në ena kolegë. Aurora është e pa fajshme se sa kë. Jo, çështja është... Ajo është çështje e ti, na për diskutojmë punën e Albanit. Albani është përgjegjës për shkatërimin e qasaj familje, për qatë atmosferë dzëm që u kriju aty, edhe për nështë aty u po që shumë vështirë është me vazhdua ajo familje. Që 7 vite ti s'ke refuzuar sa randat njëtin veprim çka ju jeni duke anatemu burrat, duke i marrë konsiderat disa cikrimat vogla të cilët nuk janë as fakte, për të rafti as pak. Nuk është çdo burr që paraqitet në këtë mënyrë me disa gabime njerëzore, profesionale, të cekta, nuk është çdo burr tradhtar. Anatemimi i burrave në këtë aspekt është nuk më pëlqen as pak. Po megjithatë qëndrimi jonë është çashtu që po ta respektojmë qëndrimin tonë. Qëto gjana, qëto lëvizje që ti po i thu që nuk janë fakte, janë barazi me disa fakte që na nuk po i shohim, po që kem drejt me besu që ti shtatzanin me qëllim e prevenon. Se ti ke refuzu me bo edhe analiza për veti për 5 vite ose 7 vite. Faktet nuk janë me të po ty në krevet në shtrat. Nuk është fakt veç me të po në krevet me dikon. Po prap nuk është... Nuk keni pas kundi, jo vetëm krevet. Gabimet cilat ishin. Unë nuk kam dalë me Aurorën prej hoteli, kam drejt për kompanije. Po, se... Se që ka i kufizu seksin në hotel. Se që ka i kufizu mardonja veç në hotel. Jo, në kuptimin pre asaj që ka keni pa ju. Ju s'keni pas gjë për të më akuzu në këtë mënyrë. Vërtet, unë nuk e di pëse më... E të kish bo, të kish sa randat njëtin veprim. Jo të kish bo, s'kish pas... Se kishit pa me një kolegë, o kjo s'kish pas, s'kish i mujt me komentu heq se kjo kish marrë veprime tjera, s'na kish ardhë koha neve as me komentu. Kjo është paragjikim.
Me Se me çdo doni veprime sundu ture, që ti marrë nuk e veprime lën, tjera. ti je me pozit, nuk e lën gruan dhe nuk i gjen pozicion kërkon, nuk e Para lën me gjykim, punu. para e lën me gjykim, punu. nuk është se se 7 kam lënë vjet, se ka lënë 7 ky vjet e shtet sistem. i cili nuk profesionistëve të vërtet me nota mesatare të mbllaja nuk u arrin të gjej vende pune, nuk është fajin. Ajo nuk e zgjedh me punu vetëm në shtet, po je ti ai që zgjedh për to, ajo me gjetë punë vetëm në shtet. Nuk është zgjedhja ime, Ajo është zgjedhja e nuk don me përbashkët, punu në është një kompaninë e marrëveshje. Ne kur e kemi diskutuar vendin e punës saj, ajo ka thonë nuk dua të punoj në profesionin tim. Dhe unë nuk jam aftësi, se unë jam në biznes privat, nuk kam lidhje me shtetin. Në privatizëm, profesioni i saj nuk ka perspektiv. Pse po insiston ajo me punu vetëm në shtetit? Po, du të pyet një atër se më pyet një mu. Ajo insiston për shkak se është me notë mesatare. Është se ti e familje, ti o dashë Unë e kam diskutu, prandaj u them. Ajo është me mesatare të lartë profesionin e vetë. Dhe është në nivelin e saj. E din që ajo është në presion për shkak jo për shkak të rëthonave tjera, po dhe për shkak terapis. Ti e din, që the jemi konsultu për terapi hormonale me mjekun dhe e din qëfar pasoja deri në vendrasje mundet me qua jo terapi, dhe ti asnjëherë nuk e ke tentu me bisedu me to me gjetë ndonjë mënyrë tjetër që kjo me pas një aktivitet tjetër. Kjo as nuk del për hobi, as nuk merë, as nuk shkon për fitness, as nuk del në barka, ndreka me to. Këtë mund të pranoj si fajnë tim. Këtë mund të pranoj. Për një negligencë momentale e tregova për shkak është gabim i madh. Është gabim i madh, momental i imi që nuk arri t'i aranjoj ashtu punët që t'je më i afërt me një person të cilin e kam jetë. Në këtë fazë të përbashkët që e kalojmë keq shumë. Unë dua shumë të ke fëmijë, jam njeri patriarkal që e du familjen. E du gruan time, du të kem fëmijë me ta, dhe do të bëjmë çmos që të arrijmë këta. Nuk di se si du të arrijmë këtë, po të arrijmë. Alban, a është mungesë dhe ekonomi? Unë i pash analizat, si nuk du të bëjmë, unë i pash analizat. Alban a shenajt me to dhe nëse nuk keni me mbu, nëse... Atmosfera është e dyshimit. Ajo vajzë nuk ishte tip anksioze cila mund mi egzageru ato situata. Ishtë një tip shumë e sigurt, bile një here duke ja që sigurt, so që ajo s'mu i keme marrë me mend, që mund me ndonë një gjatë tjilë. Mirë po fakt mas fakti, 3 fakte ishin definitive, ishin që folshin për tradhtin. Cilat i nderuar psikolog? Buskuqi. Rastësi. Po rastësi që këti personazhi, nuk mundet mi ndodhë kjo rastësi. Nuk është nivel që këti mund mi ndodhë. Pse? Mirë, po ajo nuk ndodhë, se shihet që është ma i zgjumë, shihet që është ma i zgjumë, shihet që është një manipulator, mirë po ajo ka ndodhë ka ndodhë për shkak negligencës. E pra, një njeri i cili bën ato punë, nuk është negligent ashtu. Negligencës sepse ti ke besuar që ajo nuk dyshon kurse si në ty. E ka trajnu për 7 vjetë, ka po mu me besu. A nuk besoj, pyetja është për gjithë. A besonin rastësi, munën me ndodhë shumë rastësit e vazhdushme në kontinuitet. Në kohën kur ajo veç një herë ka ndonë atë buskuqen, ka nevoj, po, e gjetë ato me buskuq njëjtë vënum, e gjetë uja hapë dere. Po jasaj ndoshta është buskuqi, unë nuk e mohoj se i ka ra buskuqi njeriut. Nuk e mohoj këtë. Po ajo punon me mu. Ti ato nuk e respekton me dalë me hangër një drek, e tjetërës ja hap derën për një kontrat. Ti vlera e parës për ty o ma rëqishme është edukat dhe është normale. është edukat grunë tone ti me e respektu edhe me ishte mjeku grunë tone mas mjekut me rehabilitu me qunë. Drekot e ndark, grunë tone në mramje me jableni lullja ose një ti. Qka grus tone kur t'ja lejsh telefonin me ja kalcu kodin e të gjitha. Ti asë në të vetë me se
as analizat për veti si ke bo dhe po pret me t'ju Si kam justifiku. bë se s'ka... Ti, jo që e ke trahtu. Baza e analizave unë t'i bëjnë nuk ardhe nde. Qysh s'ka arë që 5 vjetë, qa ke po? Po i ikti asoja? Ku e Po di i ti se ikti është 5 asojna? vjetë? Pa a therë që 7 vjetë jemi t'u Po trajtu. nuk tentimi, ne kemi dashur njerë një periudhë kohore të jetojmë bashkë pa fëmijë që ta shijojmë martesën. 5 vjetë pas ke doshta, sa vjetë ke doshta? Sa dumë ne, nuk në përcaktojnë do kush. Sa kemi marveshje unë edhe me grunë, Që sa ko është ajo në terapi? Urdha? Që sa ko është në terapi ajo? Një vjetë e gjysa, 2, nuk e di saktë se... Nuk keni Hey, shqipë. terapi hormonale që e qonë deri në vetvrasje. Edhe ti, Nuk ka vetvrasje. mas asaj kontrole, jo, po zboni bashkur gjo. Shkë kish zorin me shkullën që me që këto, mi thonë, me që grunë dorë, shkoj ke me kjenë në dorë, ke ka këthyr shpe e vetë o dalë. Vend që mas asaj traumet gruzë vetë me mare me që unë dorë, më thonë ti, zgjedh me respektu t'i kon tjetër. Ky që ka thoni ju e ndërrua avokate është një burr ideal. Unë nuk jam burr ideal. Unë jam me mishë dhe me shpirë. Është burr normal, jo është ideal, për shkak se edhe unë kam shqecimet e mia. Pse nuk e pyet një shpirtin tim që tentojmë kemi fëmijë dhe se kam. A e mendoni këtë do një? Ngushlimin dikon tjetër? Po, unë e gjej ngushlimin Ti angazhohet. në vende, unë e gjej ngushlimin të një ndeshje futbolli për shembull. Nëse ti ki dhimbje, Të më rehabilitoj. kërkon ndim dikone, jo me shku ngushlim me gjet dikone edhe me dikon Jo është para gjykim, unë nuk kam voice, edhe me shku me gjet. askënd, po kam shku me shokët e mi, kam shiku futboll për qefin tem, për ta ek pak prej Nuk mendjes. janë mora, dhe që me marë grunë tane me shku me këqyr një film? Është gabim, ndoshta, është gabim, po edhe unë ka pas nevojë për një periudhë kohore, ta hek prej shqetësimit tim. është dasht me i thonë, gruja jame, për qëtë periud, ti anej, unë e knej se unë kam nevoj për rehabilitim. Ajo s'paku si shmaltretu me terapi, që veç shëndeti i saj, kërkuj tjetër nuk dëmtojt. Profesor, që është menon që ka më konë zgjidhja për këtë qeft? Shqecimi nuk i ban pasojat, ajo i ban pasojat. Profesor, Pasojat janë përbashkë në një lidhje burre grue, pasojat janë Ja, përbashkë, nuk mund ta. Eks individuali janë, shëndeti i saj shkatrot, jo Unë po e jote. kuptoj, do me thonë që mund të ndodhë rasisht që edhe aj buskuqi mbetet aty. Mundet. Mirë po, pse aj buskuqi shkaktoj aq reagim? Pse? Në qovë se ju kishi pas relatat shnosha, ajo kish mujt edhe me ndonë. Na njerëzimi, burra jemi, ka mundësi është gjithë një element i femnës në kërë, nuk është diskutua. Pse? Ju se kini kërkue mirë besimin. Jo, profesor, aty Saranda prej problemeve hormonale apo për çka edhe flitet në film, ajo nuk ja jep shansën Albanit të bisedoj. Asnjëherë nuk flet si njeri të tullet të bisedoj. Po zakonisht e akuzon, e qet në gjyq burrin e vet. Jo, nuk është që qet në gjyq, po... Jo, nuk e qet në gjyq, ajo vrojton, ajo e vrojton citaten, e she për cilë citaten edhe çdo gjë flet në favor të Sarandës. Asnjëherë e qet për më ullë me thonë burë ullë, flasmi unë edhe ti. Ajo ka qenë shumë e qetë. Unë edhe e kuptoj, dhe që, i ndërrum regjizor, unë edhe e kuptoj tash, ajo i ka, është normale në ato periuda. Zdi kush e ka bore gjinë, po aty do të me këqyrë, pëse si janë ullë me bisedu, kush e ka bore gjinë. Ky e ke mëre, e ke kur Ka që au duft më smelun, ka shumë pikë pytje, profesor. Kur i veti për buskush të paranoj. është desht ka që më smelun, ka shumë ka pyta jo. Paranoj. Ti ke x herët ka pyta jo, qësh ka mujt me tulla jo ty në tavolin, kur e den, që ty nuk mundet me tull në tavolin, se te i. Unë e bisedove me ta. Po, bisedove edhe përgjegjen, edhe nuk vazhdove ma nej. Qarë bisede është ajo ja lën telefonin nuk ja jep kodin? Ka që pëse nuk i ki realizu këta me dhonë kodin? U bo agresiv, sa që e qunë të paranojake. Kur, dhe gjoha, i ndërrum jo, edhe unë jam njeri prej mishit edhe prej kocit. Edhe kam shpirtin të m'akuzosh pa fakte, me një buskuq, normalisht, edhe unë reagova ndoshta keq. Po jep diagnoz, paranoj. Pse ke lanë ka shumë pikë pytje për një temë ka që të ndjeshme? Unë po të pita me avokatin edhe profesorin, Albanin e shof shumë qartë, u këton, po Sarandën, grujën e Albanit, totalisht e shof jo komunikative. Ku është problemi pra i qiftit?
nështë kom. Për mu është A ka ndashni, ashe komunikim? Saranda, sepse nëzitën prej shumë organizatave feministe që të qëndrojnë kundra burrit do si do dhe paranojat e tyve zakonisht për çdo send ato akuzojnë burrat se po i trajtojnë. Unë po shoh Albanin që tanë kohën po argumenton dhe që nuk është ashtu si po thuni dhe një buskuq mund t'i bi gjithë kujtë Unë përsho Albanin Cili është argumenti Albanin edhe këtu që po do në me mbrojt qëllimin e ti pa kur far justifikimi. Kjo është shumë i qetë djali. Po lufton, edhe kjo që po mundohet me mbrojt për muaj po të regon që aty ka pas rati. A ju, ma bukur do ishte që kur ta fillojshim këtë debat, edhe ju, unë them, oke, ju çfarë thoni është qashtu është që thoni ju, e keni pa filmin, po, nuk është ashtu. Unë pa tjetër ka marrë tu të mbroj veten, për shkak se nuk ka ndodhë ajo çfarë paregjikoni ju se ka ndodhë. Alban, nëse e nuk shifet askundi se unë e kam bërë një gjë të tillë. Këto që thoni ju, janë vetëm grimca të cilët nuk kanë bëjnë me realitet. Edhe mos me ndodhë në realitet, në mendje tonë dhe ajo ka ndodhën. Po. Mjafton. Mjafton. Edhe kjo është paragjikim. Ku e din ti çfarë është mendjen time? Alban, nëse Saranda kishardh me mirë. Respekt për profesionin e psikologut, po unë besoj që nuk kam qenë këtu në seancë që të më një jashtë mirë, sa që të konstatoni një gjë të tillë. Ti, në bazë asaj që a fletë, edhe në bazë asaj që ka bënë, ti mu po më tregon që ka ki edhe në mendje tone. Fakt që ashtu. A din si është ja bukë. Avokatja jave vullëm psikologit, fakt që ashtu. Adelin, ka vetëm e pyet nëse Albanin. është puna për qesh, po vërtet. Alban, nëse Saranda vjen me një kërkesë divorcit, cili kish me qenë reagimi edhe përgjigja? Gjo, unë me Sarandën parafërsisht I kemi sqaruar gjërat. Nuk besoj që do vim deri aty dhe normalisht insistimi im deri në fund do jetë që t'jemi bashkë për shkak se unë nuk do të mund gjej më njeri si Saranda në jetën time. Një dashuri 7 vjeçare, edhe më herët, 7 vjet jemi në martesë, po edhe më herët kemi qenë bashkë. Dhe nuk do ta pranoj një gjë të tillë, po si njeri edukum dhe I civilizum që jam, nëse vjen deri aty puna me shumë keqardhje, do ta respektoj vendimin e saj, edhe pse ajo nuk do ishte vendimi im. Kur? Zonja avokati, ju mas I keni bëni me këti raste? Kam, zakonisht... A është rast që duhet me uzgjidh, me siguri? Ata që e trajtojnë familjen faktikisht, ata që nisin ndarjen e familjes, faktike, ata gjithmonë e kërkojnë nga partneri tjetër me I marrë veprimet ligjore. E bojnë me I marrë veprimet ligjore, se veprimet faktike I krynë qaj që donë me shkatru familjen. Dhe e detyron të tjetërin partner me I marrë veprimet ligjore. Mu ki po më përgjon në qëto. Qëllimi I ti është me ndërprej, do pëton me bo ato, me qenë fajtore, ose për shkak terapis që e ka marrë dhe terapia e ka bo paranoike si mbas ti, ose për shkak të fëmijëve që ala për mua shumë pikpyetje ky mos me shku me I bo analizat e veta, fundja pse mos mu trajtu barazi një vjet e gjys një vjet me marrë terapia, diçka do me thonë terapia hormonale, dikush e nështë s'ka nevojë heq, për mua shumë pikpyetje e madhe. Mu më duket strategji... Prap si zgjidhje, a duket që është divorcin në këtë rast, e Albani dhe te Saranda? Une, divorcin ose e din që nuk mundet mu bo bab, edhe e man peng dikon, ose nuk ka karakterin e fort, ose ka diçka tjetër në prapavis se tha që jam patriarkal, në mes dy familjeve që nuk mundet me ndërprej këtë martes. Për nëshë nuk është vullneti I ti me majtë këtë martes. Një martesa e mban dashnia, apo fëmija? Në mentalitetin to nuk është as dashnia, as vish fëmija krejt. Në më thonë, shumë është fëmija. Nuk është qëndrimi I ti, nuk ka ma, dhe që tash as një veprim se ka bo me majt atë gru. E ka majt, krejt veprimet që ti I ke marë,
i ke marrë për me thonë që këta e kam gru. Edhe unë jam i martu me ta. As nuk e ke respektu. Mbules. As nuk e ke respektu, as nuk e ke dhonë hapësirë, nuk e ke motivu për mu marrë me aktivitetet tjera, për mu rehabilitu kjo njëjtë në ko. As nuk e po... A ka kështo martesh? Për 7 vite ti kjo nuk e pat as një aktivitet tjetër të lirë. U dasht mu marrë të në kohën me terapi dhe me preukupimin e vetëm se nuk po të bënë ty babë. Kjo është krem, jo tradhti, krem është. Ajo ka qenë e lirë me u marrë me aktivitetet A din si po ja bon, ndëgjan, po... Unë të detyroj një krejt, po e kalzove, ti e kalzove, se ti s'ke gjendje me asë janë periuda kohore ku ne... Periuda 7 vjetë, ato periuda nuk janë 7 vjetë, është 3 muajt e fundit që unë kam qenë shumë i zanët. 7 vjetë nuk janë. Ato farë periuda. 7 vjetë është martesa, kjo gjendja nuk është 7 vjeçare, është sa afërmi. Oke, pja u të regoj, teoritë e bashkëshorësis janë të ndryshme. Qëta tonën nuk e shotë përshtashme për një shoqëri tonë, a mundët me konkret perceptim i grupeve të caktume, nështë edhe si ti, po une nuk e mbështes. Po ja u të regoj një histori, tash është e vërtita jo nuk e ti, po për me elaboru pak punën e vlerësimit të tradhtive, vlerësimit të bashkëshorësive në shoqëni, cilat janë perceptim i shoqërive, i nivellit të shoqërive. Na e perceptojmë ndryshe, Amerika e perceptojnë ndryshe, Gjermania ndryshe dhe kryet. Në Afrikë, në një fest dikon, traditë e tyne, perceptimi i shoqërisë, pranueshëm ka qenë që sa mashkujt janë me një familje, të gjithë kanë mu martu vetëm me një gru, që fëmija me dal i një gjakut, i një nane, për vitet të tona. Edhe për disa vite ndryshojnë gjanat edhe atje dhe ja fillojnë të rritë me kërku jo në du gru vetë, se një gru fundja nën fëmive 7 vlezrëve s'ju bon bab. Edhe ja nisin me kërku. Tash qohet krye plaku i fshatit edhe im ledh krejt këta pleqnarte fiseve. Thot, hej, more zot që na ka gjetë neve. Qka po do në thot mu bo me neve? Po do mu bo ma zisë në Evropë se ja ka nisë që ta shti mu se cili burë djali joni me lyp ka një gru. Thot, po doj ka mu shem Afrika. E unë e kom zorin që shmi ju kalzu atyne, që në Evropja ka njës mi lyp ka 2 që shto si ti. Se jo, veç e ka një. Perceptimi ytë është i papranushëm qaq sa është qaj i Afrikës. Profesor, a mendon që terapia në qeft ishë ndimun këtë rast edhe sa bohen terapia në qeft në Kosovë? Në Kosovë nuk kohëve të fundit bohen, natyrisht që këtu gjëja e parë që duhet është të rregullohet komunikimi mes këtij qifti. Ky qift nuk bisedon në mënyrë sinqert për problemet që i kanë. Pastaj nuk bisedohet ne, po on, se cili mbron veten, edhe në dashnia është kur nga 2 on bëhet ne. Edhe në këtë rast, do më thonë, unë po e shoh që komunikimi s'ka qenë, ndoshta mund ketë justifikime tjera, ngarkesa, ritmi punës, pa punësia, krej këto, mirë po, ky u shifke që është një qift që dytë janë intelektual, që dash me bisedu gjanat. Do më thonë këtë rast dhe terapia në qeft kish mujt me... Kish mujtën, pikën cilën ka orë, është kogja agravume situata, mirë po, unë mendoj që terapia në qift kish mujt më ndihmue, sepse jo se cili, po sidomos Albani, shifte vetëm egon e ti, edhe asgjë ma tepër. A mendon që, veç edhe një pyetje kam për profesorin, a mendon që duhet më u përfshi edhe familja në këtë rast, familja Sarandës dhe Albanit, apo ma mirë? Na nuk patëm një pasyr qartë, me gjithse ky po thotë një familje tradicionale që nuk dukej, është familje moderne, po ndoshta është pikrisht edhe që ky problem ndoshta është këtu. Sepse
Te na, familja tradicionale ka funksionu deri në një shkallë dhe familja tradicionale i ka zgjidh me mjetë e ekzistuese problemet që jem kriju në qeft. Tash ndoshta ndryshimi në këtë kohë të ndryshimeve të mëdha, ndoshta tash ka hup ajo ndikimi i familjes tradicionale dhe këta nuk janë as me tradicionalen as me modernen. Edhe pikrisht këtu edhe lind problemi. Ose më shumë mendoj që folin... Sikur këta të kishin pasur dikan që i këshillon prej familjes, ose o dash mju drejtue terapisë në qift. Për para nështë e kam pas ma letë, se nuk kam pas buzjo që për Po jo, kos ka pas, është e vërtet që këj kos kish. Ka pas. Pajtohem plotësisht me ty, këtë që e thaj. Unë mendoj që prej përvojës tani që e kam, ne edhe unë edhe Saranda kemi nevojë për një trajtim, veçanërisht unë. Ajo që ka the për kalimin e familjeve tradicionale në moderne është e vërtet. Ne kemi vendosur të jetojmë vetëm në një banesë, mirë po informacionet nga fëmijëria jonë që i kemi në mënyrën se si bashkëjetohet nuk janë të njëjta si sot që i kemi, dhe besoj që një trajtim në terapi bashkëshortore në bën shumë mirë edhe mu edhe Sarandës dhe unë nuk i iki kësaj. Kur do që do vendosim bashkarisht të bëjmë, do e bëjmë vetëm që familja jonë të vazhdoj të jetë funksionale si ka qenë, ndoshta kjo e ka thy bukën, po shpresoj që me një terapi, me një shpalosje të sinqert të vetes time dhe të asaj, ne për fatkeq ajo nuk pati mundësi që të vi sonte, po ta kishim dëgjuar edhe anën e asaj, ndoshta do ishte ma e kuptueshme se si ne bashkarisht do mund ta tejkalojmë këtë. Se si ka lind problemi. Edhe prej konvështrimit të saj. Po, normalisht. Po, unë besoj që një trajtim i tillë, si që propozoni ju, do na bënte mirë neve, dhe i ftoj edhe çifte tjera të cilët e kanë problemin ton, të mos bëjnë hapa të shpejta për të ndërprer lidhjen, po të mundohen të arrujnë familjen aq sa është e mundur që familja të ruhet. Po deri në fund të shkojnë që të arrujnë familjen, se familja është e shenjtë. Unë si regjisor i këtij seriali me këtë temën tradhtia, kur e kam marrë ta punoj, jam tut shumë se kam kuptuar që është një temë shumë e zorshme dhe vështirë është për ta realizuar, po kur e takon një aktor si Elmir Feyzullahu, faleminderit shumë. Seyfullaj, faleminderit shumë që ke ardhur dhe e mbrojtë rolin edhe në ashtu si në film, edhe këtu para debatit, jam i lumtur që të kum pas aktor. Është klatësi, Kastria ta bën veç diçka. Filmi e emnin e ka tradhtia, a? Po. Me thona pas të më qenë. Me pas emrin tradhti kjo, kur nuk ka. Mu se ka tradhtu ajo femra Saranda. Kaqa kur ka thirë ta luj, kur ka thirë, ka thënë kur e kam lexuar tekstin, tha të kam pa ty në këtë rol. Po, ashtu është. Falënderit shumë për rolin. Falënderit për bashkëpunimin, ishte kënaqësi e madhe. Po, ti kallëzojnë a njerëzve që se tani na bojnë rrugës jo te jo. Ti kallëzojnë se edhe kjo sonde që ishte debati, i nderuar publik, ka qenë personazhi jo unë, mendimet e mia për këtë çështje janë krejtësisht tjera. Po si aktor ishte patjetër detyrë nga regjizori që ta mbroj personazhin tim. Dhe shpresoj që fjalët e mia si personazh nuk do ndikojnë te ju, për shkak se edhe unë mendoj që Albani nuk është djalë i mirë. Adelin, faleminderit. Edhe ty për rolin, se ma shumë ka hi kjo në rol, se krejt. Ka dhim shumë, se nuk ka të bëj vish me tradhti. Asni debat edhe në asni emision nuk kom qenë ma me dhimbje shpirtërore.
Nuk bëhet fjalë këto veç për tradhti, bëhet për terapinë e sajna disa vjeçare. Ajo është krem është. Ajo është një temë krejt e veçantë që duhet mu trajtu, se e kanë shumë femna dhe adim se e kanë, për shkak të presioneve që i kanë në për familje, në për shoqëri, në për punë. Dhe janë qash rëndë. Patriarkal, gjitha këtyne. Tyne ju konvenon patriarkal sa herë dojnë me koqit një grudi, kon me bajnë. A kur duhet me i bo vetë punët, nuk kam Po ja, si janë, modern janë tani. Edhe te burnia, me jetu me familje, me shku mirë me familje. Me dalin drejk me dalë ma spitalit për drejt. Jo, është avokate. Elmiri është shumë, nëse flasmi për Elmirin, jo për Albanin, është shumë demokrat edhe për ndryshe është edhe profesor në fakultetin e aktrimit të E kuptova, une ju uroj fat gjithve edhe shëndet gjithve, po... Suksese në rollet tjera. Suksese në rollet tjera. Avokate sigurisht se ti do të marrë. Profesor Agim, faleminderit shumë. Faleminderit. Mos e bajti për tradhti se së në bro. Ka strot temën tjetër edhe ma të rëndë. Jo ma të rëndë, se që kjo se di që ka. Ka dhe tema ma të rënda. Monet me vazhdu rehabilitimi kësaj familjes. Kjo e grave e gruas me terapi është, sidomos terapi hormonale për me majt një familje, nuk është vishë sakrifice grus, pozicionit grus, për shekritjetës sajna, shëndetit sajna. Asaj duhet me vitet tona, e ka shumë që e vrasin vetën edhe nuk e din heq. O helmu, i dol kjerit për para. Sa ki raste në profesionin të në avokate kështu, tila raste divorce, tradhtijes? është shumë interesant, nuk e di pse më kanë ndjek mu, po shumë prej rasteve i kam që i justifikoj burrat ma shumë. Nga ato që mi jepin, dhana që mi jepin, shënimet që marë, ato që shonë gjykim, më qojnë të justifikimi i burrave. Dhe unë kom përshtypjen që ato gra që vërtet e kanë të padurueshme martesën nga një burr, ato nuk janë gjykat. Unë kom kriju që atë përshtypje mund ta kenë gabim. Ato nuk janë gjykat. Nuk vinë gjykat. Nuk vinë. Unë e kam atë përshtypje mund ta kenë gabim. Unë nga këmë pyti për rastet e mia. Kështu që unë po flas për të mia. Po e shoh një gjë tjetër, një element tjetër këto. Do me thonën, ato faktikisht e pranojnë rolin e viktimës. Edhe as ndihmë s'kërkojnë. është shumë e vërtet. është shumë e logjikshme kjo. Që është një jetë e shku me kota, po. Në kohat ma herët të kthehena, do me thënë të paktën nga pjesa ku jetoj unë, në Maqedoni, ka pas çifte të cilët nuk kanë qenë kompatibile as pak me njëri tjetrin. Mirë po, kanë jetu tonë jetën bashkë, pa dashuri, vetëm për shkak të mentalitetit shoqërisë, që për mu nuk është jetë, ajo është një sakrificë e madhe, edhe sot besoj shumë. Mos me jetu jetën. Presojmë që jo sot, po në atë kohë po. Përsa në qka për i të tonin, dhe jo... Të TV Media, debati këtyre po vazhdon e ne për ndërprejmë. Shihemi javën tjetër.